Lideri i BDI-s Sali Ahmeti mblodhi sot partitë parlamentare shqiptare për të diskutuar rreth cilat pika të deklaratës së përbashkët janë përfshirë në planin e ri qeveritar. Edhe pse nuk e kanë nënshkruar deklaratën, pjesë e këtij takimi ishte përfaqësuesi i Partisë Demokratike Shqiptare, ndërsa takimin e bojkotoi Lëvizja Besa. Përfaqësuesit e partive politike shqiptare për disa orë rresht kanë diskutuar punën e realizuar deri më tani pas formimit të qeverisë dhe përfshirjen e programeve partijake në programin qeveritar. Takimin sërish ka bojkotuar Lëvizja Besa, ndërsa për herë të parë morën pjesë përfaqësuesit e PDSH-s. Lideri i BDI-s Sali Ahmeti ka thënë se takimi ishte në vazhdimsinë e konsultimeve që kanë pasur partitë politike shqiptare. Vlerësuam punën e mirë që është bërë deri më tani. Bëm një bilans të gjithë programeve zgjedhore të partive politike, me çka konstatuam se një pjesë e atyre përcaktimeve tani më veç janë përfshirë në programin e qeverisë. Tu marr një shembull shumë pragmatik, shumë praktik. Ne kemi kërkuar që të bëhen takime, të zhvillohen bisedime me fqinjet. Sigurisht që ka një rezultat, një piknisje të mbar, u bë takimi në Sofje, u bë takimi në Athinë nga ministri i jashtëm, nga kryeministri në Sofje dhe Zavendës kryeministri, si dhe vizitat që do bëhen nga autoritetet të larta ndërkombëtare, siç është paralajmërimi edhe për zotin Njimit, siç është angazhimi i zotit Pribe. Përfaqësuesit e PDSH-s pjesëmarrjen e tyre e arsyetuan me atë se duan të informohen nga afër lidhur me realizimin e të drejtave të shqiptarëve nga kjo qeveri. Partitë nënshkruese të platformës janë deklaruar se nëpërmjet saj do të avansojnë të drejtat e shqiptarëve në Maqedoni. Andaj ne vendosim që të marrim pjesë në këtë takim, që më saktësisht të informohemi deri ku është realizimi i tyre dhe cilët janë planet e tyre për të ardhmen. Partia Demokratike Shqiptare si parti opozitare është deklaruar se do të mbështet çdo nismë institucionale që ka të bëjë me avansimin e të drejtave të shqiptarëve, po edhe me të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me proceset eurointegruese. Lideri i BDI-s Ahmeti apeloi deri te Lëvizja Besa që të nominojë antar për Komisionin për Liritë dhe të Drejtat e Njeriut, pasi që sipas tij me këtë po e bllokon procesin për zbardhjen e rasteve të ndjeshme në opinion, siç janë Mostra, Sopoti, Kumanova e të tjerë. Lëvizja Besa thotë se nuk do të bëhet pjesë e paradave dhe seteve fotografike në hotele. Nga Besa potencojnë se problemet e shqiptarëve zgjidhen në shtëpinë ligjvënëse. Duke arsyetuar mos pjesëmarrjen në takim, nga Besa thanë se tani është rasti që në kuvent të mblidhen grupet e punës dhe të gjejnë zgjidhje për ligjin për gjuhën e më pas për gjitha problemet e tjera që preokupojnë qytetarët shqiptar. Ne kishim një ftesë për takim gjoja të tryezës të partive politike në një hotel. Dhe ne përgjigjja jonë ishte se nuk është mirë të takohemi në mbar hotele dhe për shkak se takimet atilla lën për të dyshuar se vërtet kemi dëshirë për të kontribuar për të zgjidhur problemin. Ne ju them nëse dëshironi të kryjmë punë, le të formojmë grupe pune, ja tash kemi një prej problemeve kryesore kemi zgjidhjen e çështjes së ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe, të bëjmë grupe pune, të flasim në kuvend, takohemi, të shohim cili është ligji, çfarë mund ne kontribuojmë në këtë, dhe kjo do të jetë kontributi jonë, kështu e shohim ne pjesëmarrje në kuvendit, demokracinë parlamentare, zgjidhjen e problemeve edhe të shqiptarëve në këtë drejtim.